Biznesmeni kontrovers Fatmir Bektashi, ortak me dhëndrin e Salil Berishës, ja marrë Maltezin me 2 dosje në prokurorinë e posaçme, një që lidhet me ish kompleksin Partizani dhe tjetra me dosjen e kryebashkiakut të Tiranës vjon të marrë për komplekse të mëdha ndërtimi, pasi betonizoi zonën pranë burgut të Grave duke ndërtuar 50 pallate, pa bërë asnjë park të mirëfillt për fëmijët apo pa bërë çerdhe, kopshte shkollë, pa përmendur edhe rrugët për të hyrë dala. Ai ka vënë syrin zonës së preferuar të Farkës. Disa kohë më parë ai mori leje nga Bashkia e Tiranës për kompleksin ABA duke ndërtuar disa godina nga 3-4 kate në një sipërfaqe të madhe ndërtimi dhe pa përfunduar ende projekti në fjalë. Bektashi ka marrë një leje të dytë nga Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Ujit duke i quajtur projektin ABA 2. Leja mban firmën e kreut të KKT-us kryeministrit Edi Rama dhe zëvendëses së tij Belinda Balluku e marrë dhe ajo e pandehur për aferën e tunelit të Llogaras. Një paradoks tepër i madh, pasi megjithse Bektashi është nën hetim për 2 raste, ai sërish shpërblehet nga mazhoranca. Duket se Bektashi vepron me 2 porta, duke qenë se ai është i afër me ja marrë Maltezin, teksa të dy janë marrë të pandehur për aferën Partizani. Por Bektashi ka pasur akses edhe nga eksponent mazhorancës së sotme, pasi me firmën e kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj, ai mori lejen për pallatet e ish kompleksi Partizani, por edhe lejen për kompleksin Mangalem 21. Bektashi ka përdorur edhe pasaportën e tij gjermane, ndërkohë që firma e tij Kontakt ka marrë leje edhe në zonën pranë malit të Dajtit, në afërsi të bulevardit të ri, në Alidem, Fark, Paskuqane, madje edhe në parkun kombëtar të Drilonit, një zonë e mbrojtur. Lejet janë dhënë edhe gjatë kohës që ka pasur 2 dosjet e spakut mbi shtëpinë, teksa ai hetohet me masën e sigurisë detyrim paraqitje. Një nga lejet e fundit është ajo e marrë për kompleksin e radhës në zonën e Farkës. Sipas dokumenteve, KKT-uja ka zbardhur ditët e fundit lejen për objektin ABA 2, një kompleks zbanimi me godina 2-3 kate dhe një kat nën tokë në rrugën e Turtive në njësinë administrative Fark. Në dokumentet që hulumtoi prapa skena, shkruhet se trulli pozicionohet në juglindje të qytetit të Tiranës, në rrugën e Turtive, rreth 5 kilometër në vija ajrore nga qendra e qytetit. Sheshi i ndërtimit ka një sipërfaqe trulli prej rreth 3600 m2 dhe është i kufizuar në pjesën veriore nga rruga automobilistike që lidh Tiranën me Farkën, në jug nga liçeni i Farkës dhe toka bujësore që e rrethon, në lindje nga toka e pasur me bimësi dhe zona të gjelbra, dhe në perëndim nga një zonë e hapur e cila është e papërdorur dhe me potencial zhvillimi, thuhet në dokument. Sipas saj, sipërfaqja është e lirë nga ndërtimet me pjerësi të moderuar prej rreth 12%. Sheshi aksesohet nga rruga e Turdive në perëndim, nga rruga që lidh Farkën me liçenin e Farkës në jug dhe nga rruga që lidhet me zonat përreth liçenit në lindje. Megjithse nuk ka kontakt dhe shikueshmëri të drejtë për drejt, trulli ka një afërsi prej rreth 900 metrash në vija ajrore me liçenin e Farkës, vijon dokumentit. Në dokumente shkruhet se kompleksi do të ketë 6 godina ngjitur me njëra tjetrën në një sipërfaqe të pierrët. Baza e strukturës së objektit është drejt këndore, me vetrata të mëdha transparente, ndërkohë që çdo objekt rrethohet me konsola në fasadë, të cilat shfrytëzohen si balkone dhe korridore kalimi. Secili objekt është konceptuar me tonalitete të zbehta të ngjyrave të ngrohta, të verdhës dhe portokallis për të dhënë idenë e dritës, vijon dokumenti. Në faqen e internetit kompanisë Kontakt, kompleksi është reklamuar prej shumë muajsh, megjithse leja nuk ishte zbardhur nga Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Ujit. Një skem që përdoret nga të gjithë ndërtuesit, të cilët shesin apartamentet para se të hapin gropat, kjo me qëllim që me paratë e klientëve të ndërtojnë edhe godinat. Në kërkesën për informacion edhe të agjentët e shitjes së Kontakt, mësohet se shumica e apartamenteve janë shitur. Kjo evidentohet edhe në internet, ku rezulton se pjesa më e madhe e banesave rezultojnë shitur. Duket se firma Kontakt ka sfiduar edhe ligjet dhe rregulloret e nxjerra nga qeveria. Kjo e fundit ka nxjerrë udhëzime që të ndalojnë shitjen e apartamenteve që në grop. Por Bektashi, me këto lidhjet majtas dhe djathtas, ka qenë i amnistuar gjithmonë nga politika, teksa edhe spaku se ka ndaluar dot veprimtarinë e tij marrë nga prapaskena.